Kemi marrëdhënie tjetër. Kemi marrëdhënie në Maqedonisë. Jo më qëndrot e Rumania, se kam përshtypjen që duhet ta njohësh mirë. A është e vërtet që aty ndodhi që u bën të gjitha... Çfarë të tjera me autobus arrestonte. Atë dim në fillim? Po. Atje është bërë nami me nivelin e të korruptuarve. Por atje nuk ka parashkrim. Nuk ka nivel parashkrus në Rumani. Nuk ekziston parashkrimi. Edhe ta kesh bërë para 20 vjetëve, a i vind të arreston. Edhe kur ka qenë, për shembull, komuna e bashkia... Duket dhe Ilieskun që ka qenë president në 91-shin e morën... Nuk ekziston parashkrimi në atë shtet. Dhe prandaj ata... Po, është e vërtet që u bën të dyja palët bashkë dhe donin të shkrinë në spagun e Rumanisë? Jo e shkrinë. I hoqën fuqin... Për nivelin e funksionarve kushtetues atje. O zotri, ata morën arrestuan prokurorën e postasë. Donë që ti ke të duar të drejtë e tosh, këtë duash... Jo neve. Por ministrat dhe deputetët jo. Akoma se kupton... Jo, po përpiqem ta kuptoj sa më... Ministra, deputet, kryeministër jo. Politika vendos. A e di, kush zgjidhet, sot mund zgjidhet e një turm gomarësh që të vej në parlament, të drejtoj këtë vend, në rregull? Dhe këta të bëjnë ligje sipas shefit. Dhe ti s'ke çaj bën. Të ndryshoj kushtetut, të ndryshoj ligje tjera. Është niveli politik. Ka një limit. Përveç etikës, përveç deontologjisë, ka dhe një, ndaj është check and balance, ndaj është dhe drejtësia. Ndaj është dhe drejtësia që ndërhyn. Sepse ata mund marrin deputetët të mblidhen thonë, buxheti shtetit sa është mentor, është 9 miliardë euro. Po i fusin një të ndarë në një tjetër dhe... Se thuhet ligjvënësi. Po. Ligjvënësi quhet një mandat deputeti. Janë ligjvënësa ata. Ata e bëjnë ligjin. Është niveli se si është ndërtuar në përgjithësi pjesa e strukturës. Nuk është kaq bardhëzi kjo situatë, sepse nëse ky ligjvënësi bën këto që thua ti, ka një ligjvënës tjetër që nuk janë shqiptar, që quhet popull. Dhe populli del në rrugë dhe të vë flakën. Po mirë, ky ligjvënësi, pushtetin që i ka dhënë populli, e shkel me këmbë, e shpërdoron, e shkel, e zhvat. Për cilën popull po fleti që do dalin rrugë? Për ata popullin tjerë, pra thash nuk janë shqiptarë. Tani, historia e SPAK-ut në Rumani ka dy gjëra. E para, SPAK-u u përdor politikisht, sepse ishte një eksperiment i atyre që e prodhuan edhe në Shqipëri. Shteti parë që filloi. Dhe u ndoq parimi, fillimisht bëhej lista atyre që do arrestoheshin, dhe pastaj të gjejmë provat. Dhe u përdor kjo strukturë për spastrime politike. Nga këtu u kalua në ekstremin tjetër. Të gjithë u bën bashkë, hajdut e të ndershëm, sepse gjithkush mendonte ja pren duar dhe vendosën ca vijat kuqe. Than, heto deri këtu dhe këtu nuk do ngjitesh. Unë nuk shikoj SPAK-un ton që të ketë përfunduar në deregjen e SPAK-ut në Rumani, në vitet 20, dhe shpresoj që tatanët sërish mos bëhen bashkë dhe të vendosin një vit të kuqe ke rruga e Elbasanit, unë parlament nuk do hyshti, një ka nene për njësit administrative. Nuk përfundon se mbaruan, nuk ka më për të futur në burg më vëlla. Po jo më zotri se korupcioni nuk është aksion. Korupcioni është betejë e vazhdueshme, nuk është aksion korupcioni. Mondi. Ne themi tani që kjo punë të rregullohet. Jo, në Rumani u shkrin tre breza politikanësh. Jo. Tre breza u shkrin, aty do më përfundoj, do më kryeministër, emra nga më shumë se tre breza. Nga 93-shi, të gjithë funksionet publike kanë kaluar në skaner. Nga 93. Sepse Rumania ishte administrata më e korruptuar në Europë. Po ke Bullgarinë që vazhdon akoma? Absolutisht. Po, e vërtet është. Ka një problem.